Pandeli Majko është pa diskutim një nga figurat më me peshë në politikën shqiptare. Për 33 vite, ai ka qenë pjesë e Parlamentit shqiptar, por pas zgjedhjeve të vitit 2025, ai ishte pjesë e listave të hapura dhe nuk mundi të fitonte një mandat. Kryetari i partisë së tij, Edi Rama, e pa të arsyeshme që të fuste në parlament emra të panjohur dhe pa asnjë lidhje me politikën, siç është Zeqine Çavushi e të tjera, ndërkohë që emra me kontribut të jashtëzakonshëm si Pandeli Majko i la jashtë. Megjithatë, për pospisë politike ajo që ka patur gjithmonë interes është jeta private e Majkos, të cilën ai është munduar ta mbajë te jetë hermetike. Pandeli Majko është babai i 2 fëmijëve, i një vajze dhe një djali, të cilët njihen si studentë ekselent dhe në asnjë moment nuk preferojnë të përmendin emrin e babait, por përpiqen që arritjet t'i kenë me forcat e tyre. Bashkëshortja e Pandeli Majkos është Enkeleda Majko. Ajo gjithmonë ka mbajtur një profil të ulët në publik, por ato që e njohin nga afër shprehen se ajo është një njohëse e mirë e ligjeve. Për vitesh, gruaja e Pandeli Majkos ka mbajtur rolin e juristes në Ministrinë e Drejtësisë dhe më pas ka punuar si shefe sektori. Ato që e njohin nga afër shprehen se gruaja e Pandeliut çdo arritje e ka në bazë të punës së saj dhe përgatitjes. Së fundmi është propozuar që ajo të marrë një tjetër post të fuqishëm në Ministrinë e Drejtësisë. Tashmë, Enkeleda Majko është caktuar pjesë e strukturës monitoruese të Ministrisë së Drejtësisë, një pozicion ky tejet i rëndësishëm. Burime pranë këtij institucioni shprehen se gruaja e Pandeli Majkos është ndër të paktat punojëse që e meriton pozicionin e ri të punës. Njohuritë e saj juridike dhe qëndrimi i saj asnjanës u finalizuan me një post të rëndësishëm, të cilën ajo e ka merituar.